Mu e pa po më shuhin, po më prek halos. Që ajo, prekja është kur të prek Zoti. Tisha që ma kishë zonë vendin edhe kur mos ma kërë që. Jam këto me legendën, po pasha Zotin, gjdo njeri sot në shesh, më kanë thonë ke Van Damme. Unë e s'disha kush është Van Damme, seriozisht. Kur të pash, thash po kjo sa me Van Damme, kjo dhe shqip me fërë se kjo është Enveri Drizi, ma i matë se Van Damme. Që ati është gabimit e shqiptarët. Shqiptari nuk e dënë shqiptarin. Edhe problemet që kena pas krejt historien, këtë kanë mendu që kena problemet për shkijeve, për tjerve, ne kena problemet me zveti. Se nuk e dojmë njëni tjetërin. Kur të nisi me dojsh njëni tjetërin, atëre kena me pas sa vlen një shqiptar. Një shqiptar vlen sa krejt bota. Qka të banë, më kanë që ka që thjeshtë? Nuk ka e thjeshtësia, dush me lind, edhe kur të ambrinë rezultat shumë madhë, edhe jenë rezultatet i ki arrit tonë, mos të frigo për jetin e njerëzve, se ata njerëzve janë shumë thjeshtë, janë shumë të mirë. Ata njerëzve që s'ka mbri, atër janë nisin me grapu vorën dukuna tjetër, po vetë vinë në atë vorën e vetë ku duhet. Për që ata, unë gjithë kom tonë edhe kom me thonë, o shqiptar të mi, nisë janë i shtria një dorën një tjetërit, dujen një tjetërit. Ai që është më i miri në shkon për para. Më zvjani nati, që komentari nati? Je gazetari mirë, pse me ta muhu kër je gazetari mirë? Duhet me shku për para. Që tash je gazetari rrugës, nesta ndashta del në për televizorë që jonë matë noja, bas nesër ku më ditë ku mbaron, në Hollywood. Po ne duhet me ndimu me shti njerin i cili është i vishën. Unë në Hollywood jam, ti i Hollywoodi. Po qashtë, po i dhja. Ko ma mirë që Hollywoodi që ku e kena. Me kënd, qashtë je. Je biznismen, unë e tham legend e kretë shqiptaris. Qka të banë më konë kjo që je sot? Po kështë që, toka janë është toka janë, ma e mirë që existon botë dhe me këtë tokë se ndërë i kërkon. Ku që shkon botë, ti s'mujsh me pi një kafe, si kur këtu një mbështetje, një ngrofëci pi njerëzve, edhe 2 milion vendin, se si me sta mbidhe, s'mujsh milion kur gjo vendin. E mbidhe dhe korë, se mbidhe s'ki kur gjo pjasa. Ja, vëlla, nëse s'mbidhe. Qëre qëfar djem qëna, qëfar djem qëna. Jo, e vërtete, mashallah, kopqyqen ta. Qashtë. Ngam, që shokon fillimi jëtë, atë kam përkra njerëzit, se ti ishë për që pi përkra shumë njerëzit. Une kum lind me atë yllin balë që tënë, me një qondë, me buke qaj e marrë deri piloqit dhe në Hollywood, edhe përkraja kone Zotit. Ti duhesh vetë me bo punën për me të pa dukush. Edhe mu më ka pa dukush, më ka prek, edhe këto rezultatet në kjo në vetëm të mijat janë përbashkat gjithve. Mu e më pa po më shuhin, po më prek halos. Që ajo, prekja është kur të prek Zoti. Zoti se prek gjithkon, edhe ne nuk kena këtë lindën rastisht. Dukush i lindën është me qatë nurë, edhe i kena kulminu, i kena mbri këtë rezultate, po të ne, aj që i ka rezultat që ja pranan kërkush. E vërtet? Ti jep edhe pantolla, ti jep edhe gjakin, ti jep krejt për rezultatin që pranan. E vërtet, ngam. Po du më të aboni pytje bashkështomt. Mu më djek, ina si me qëtash. Qëfar mendimi ki për mua? Ku jam? A jam të shku ka Hollywoodi, a jam të shku ka Lupqi pështëm? Ti të më konë njashtë në Amerikë. Ti njerëzit s'kishin lonë me marë frim. Po këtu mendojnë që nëj budal, nëj magar, e thënë që qa ka bon kje. A më konë njashtë. Ti ndryshe kishin funksionu dhe ndryshe të kishin shiqu për Zotin. Po të ne, si ti pak maj veçant, ose ta ngjesin bishtin, ose ta këpusin. Të na thojnë me pas bishtin ta presin, mos me pas ta ngjesin. Hypset vrava, zhdrypset vrava. I vram se i vram. Këtë bota, këtë njerëzit e botës, ta urojnë suksesin. Në moment që të shohin të shku të suksesi, të rejnë. Pse? Ishin konja 100 bure, 100 nacionalitete. Që të përmbaroj dhe përshkoj. Kretë kapakët e mshelën me veç një kapak i shkoni shelën. Edhe vinë krejt vesin të të kusho ki nacionalitet qash i mirë që s'po hika pi burës. Vinë të në shqiptarët janë, po që ata s'po hikin, po nuk mundën me ikë se taman me dalë pi burë e ngrej për kome edhe se len me dalë jashtë. Se le shok i vetë e vërtet, e unë e përndoj me një tjetër.
I shko një qërshaf i bardhë, dynjaja kër është ba, një qërshaf i bardhë. Ja kishin qitë veç një pikë të zezë, edhe ishin req ketë në cëllitetet i kishin renit. Ketë i kishin pytë, shka po shete, kishin ta një qërshaf bardhë me një pikë të zezë, një qërshaf bardhë, një qërshaf bardhë. Ky shqiptare, kishin ta shka po shete, kër kishin ardhë rana, shqiptarët kishin ta, unë e pesher veç pikën e zezë, ku dëre që s'pesher gjitha qërshaf bardhë. Hajte pa njerëz dhe ta pa një pikë. Edhe një koment ka zhu dhe shkova se s'kom kohë. Hajde. I kishë thirë zoti në prijem Gjermanët, Amerikanët dhe Shqiptarët. Edhe kër vjen Amerikani, shkon zoti të dera e për cilë, mirë se kjo orë, dhande i këndi, të qëre, unë jam zoti jotë, ti e zoti tokës. Je ka bon do problema në këndi, për bono i mirë se unë jam këtë përkroj. A unë vesh po e për cilë të dera. Vjen Gjermani, nisë e pret, dhande i këndi, thëtë, gjatë luftës dytë botërore, ki bo shumë, se ndë të këshia, po ta falim që s'jovi se ti je shumë me ekonomi maj fort në Evropë, edhe bono e i mirë edhe këshëri njerëzit. Vjen shqiptari, zoti unë gjën, hajde ko! Vjen e të këshërë, të qash që një dëvojgjili, të pi bire gjilponës nuk mu ju mi u po. Po qash që një zavroka, të qërë mëne pjo ndimon Amerika, pjo ndimon Evropa, Gjermania, krejt, a bonin e të mirë, a mërët vesh, po, ty kritit. Derë shqiptari edhe mledhen ministrat e zotit, të zotë, ti me ile po bon. Pse, të Gjermanin, Amerikanën e pritet e dera dhe për cilë, shqiptarët të asëqohë me 1 milimetr me përqo. He, jarani jem. Ti isha që ma kishë zonë vendin edhe kur mos ma kërë që. Vallahi mire ka qitë, billahi mire ka qitë, tallahi mire ka qitë. Që bebe shqiptari për karrik luftën, mja zonë karrikën, ty ben kamele.